në këtë edicion do të ndiqni. Disa aksidente komunikacioni brenda një dite në Gjakov. Dega organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës në Pej ka shpallur një nismë për përgatitjen dhe pastrimin e listave të luftëtarëve të UÇK-s në këtë komunë. Lumi Krena do të pastrohet pasi të përfundojnë punimet, kështu thon nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 4 aksidente komunikacioni ka ndodhur brenda një dite në Gjakov. Në disa prej tyre, përpos dëmeve materiale, kishte edhe të lënduar, të cilët u dërguan në emergjencën e Spitalit Isa Grezda në Gjakov. 2 prej të lënduarve u dërguan për trajtim të mëtutshëm në ÇKUK. Gjatë ditës së sotme janë regjistruar 4 aksidente në lokacione të ndryshme, 3 prej tyre me persona të lënduar dhe dëme materiale, ndërkaq njëri vetëm me dëme materiale. Këto raste janë konfirmuar nga zyra për informim me marrëdhënie me publikun nga Policia e Kosovës në Gjakov. Rreth orës 13:45 në fshatin Agavc, komuna Ravecit, ka ndodhur një aksident trafiku ku janë përfshirë 2 automjete. Si pasojë e aksidentit janë shkaktuar dëme materiale, ndërsa 5 persona kanë pësuar lëndime trupore. Ka qenë të përfshirë 5 persona, do me thonë, me lëndime mesatërisht 30 dhe atleta, janë trajtu tek në emergjencë, edhe 2 janë transferu për Prishtinë për tretman të mëtejshëm. Njëri ka pas një lëndim pak mas serioz në kokë, kurse tjetri për shkak të një frakture dhe që është prek edhe një nerv që duhet më konsultuar neurokirurgi që të ne nuk ekziston, është transferu për trajtim më të avancuar dhe më të profilizuar. Një tjetër aksident është regjistruar rreth orës 15:30 në zonën e njohur si fshati Sloven, në rrugën Gjakov-Prizren, ku janë përfshirë 3 automjete dhe janë lënduar 3 persona. Po ashtu na ka ndodhur edhe një rast tjetër në Bishtazhin. Kanë qenë të përfshirë 3 persona. Njëri është duke ekzaminuar në ekzaminimet shtesë diagnostifikuese në CT. Dëshojmë që do të transferohet edhe ky në Prishtinë bazë klinikës që shihet ekzaminimit objektiv. 2 tjerë janë me lëndime më të lehta që janë të lëndime moderatore, domethënë të përballueshme. Në aksidentin e orës 8 në rrugën Bardhyl Çaushi në Gjakov janë përfshirë 2 automjete ku është raportuar për 1 person të lënduar, ndërkaq është raportuar për një tjetër aksident në rrugën Nën Tereza në Gjakov ku ka ndodhur rreth orës 14 ku janë përfshirë 2 automjete, një kamion dhe një vetur. Si pasojë janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Peja ka nisur një aksion për pastrimin e listave të veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E këtë nismë kanë mbështetur disa nga qytetarët e Gjakovës të intervistuar sot. Ata thonë se edhe në qytetin tonë duhet të fillojnë nisma të kësaj natyre me qëllim që gjithçka të shkojë sipas meritave. Dega organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës në Pej ka shpallur një nismë për përgatitjen dhe pastrimin e listave të luftëtarëve të UÇK-s në këtë komunë. Kjo nismë u tha se po ndërmerret me rastin e 26 vjetorit të çlirimit të qytetit si nevojë për të ruajtur dinjitetin dhe të vërtetën e luftës. Ndërkaq, qytetarët e intervistuar sot thanë se kjo nismë duhet të gjejë zbatim në komunën e Gjakovës dhe jo vetëm. Kjo do të ndodhë në këtë qytetet e Kosovës, veçanërisht në Gjakovë, se na kena pas shumë njerëz që janë mbuar që pa punë hiç. Kanë marrë statusin e veteranit pa pas nevojë hiç. I ka mundën edhe këtu në tjerë. Mirë qenë edhe në Gjakovë, në Prizren, Prishtinë, gjithka. Pse jo? Pse mos më qenë veteran ai që ja vlen më qenë. Të tjerë qytetarë shprehen se ata që më të vërtet posedojnë titullin e veteranit duhet të kompensohen në mënyrë meritore. Kush është veteran i sakt, duhet me jap edhe ma tepër, jo shakan, që është një shumë e madhe e veteranëve që nuk kanë ekzistu kur. E sot i marrin në kratë që trekuja shumë gjëna. Ma mirë vonë se kur, duhet njerëzit dhe më thonë që marrin paga që si unë asë s'kanë kalu ka lufta, është gjëna. Shpresoj që iniciativë shumë e mirë pas kanë bërë Peja, shpresoj që kjo iniciativë të zgjat edhe në Gjakovë dhe ta marrin ata që kanë meritu, me të vërtetë që kanë luftuar, që kanë dhënë kontribut. Rasti i njohur si veteranët që ka të bëjë me fryrjen e listave të veteranëve të luftës
është ende në proces gjyqësor që nga viti 2018, kur prokuroria speciale kishte shpallur akt akuzë ndaj disa personave që ishin pjesë e komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të veteranëve të luftës. Në vazhdimsi është kërkuar që të pastrohet lista pasi ka dyshime të shumta se numri i veteranëve është fryrë jashtëmase. Për mbeturinat e gjuajtura në lumin Krena, saktësisht për skaj rrugës Luigjë Gurakuqi, nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Gjakov, bëjnë të ditur se në këtë pjesë ende janë duke u bërë punime dhe pas përfundimit do të bëhet pastrimi i tyre. Pamjet nga lumi Krena në rrugën Luigjë Gurakuqi vazhdojnë të tregojnë një realitet të trisht dhe shqetësues, siç raportuam edhe dje, shtrati i lumit është imbuluar nga mbeturina të ndryshme, nga goma makinesh, plastika, dërrasa deri te pajisjet shtëpiake, duke krijuar një imazh të rëndë për secilin kalimtar. E për këtë situatë, dje kemi kërkuar përgjigjen nga drejtori i Shërbimeve Publike Nikol Leshi, por nuk morëm asnjë përgjigje, ndërsa sot në një përgjigje me shkrim, drejtori Leshi tha se jemi në dijeni të gjendjes, por në këtë pjesë kompania ende nuk i ka përfunduar punimet dhe në momentin që ato do të përfundojnë, kompania e ka obligim ta bëjë pastrimin e mbeturinave. E përderisa kjo pjesë e lumit Krena të pastrohet, mbeturinat do të kalojnë nga një pjesë në tjetrën në shtratin e lumit, duke bërë rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve. Edhe në tentimin e 33 ka dështuar seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, të gjitha seancat kanë dështuar pasi lëvizja vetëvendosje Guxo e Alternativa nuk kanë arritur të sigurojnë votat e mjaftueshme për zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit. Albulena Haxhiu, e propozuar nga partia fituese në zgjedhje, 6 herë ka dështuar për krye parlamentare direkt me vota të hapura dhe më shumë se 20 herë ka dështuar formimi i komisionit për mbikëqyrjen e procesit të fshehtë të votimit. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës ka dështuar sërish, duke bërë kështu 33 herë që nga dështimi i parë. Të gjitha përpjekjet e deritanishme për vazhdimin e seancës konstituive kanë rezultuar të pasuksesshme, pasi lëvizja vetëvendosje, Guxo dhe Alternativa nuk kanë arritur të sigurojnë numrin e nevojshëm të votave për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Albulena Haxhiu ka dështuar 6 herë të zgjidhet kryetari i Kuvendit përmes votimit të hapur, ndërsa më shumë se 20 herë ka dështuar krijimi i komisionit për mbikëqyrjen e procesit të fshehtë të votimit. Thirrje për zhbllokim të situatës po bëhen në mënyrë të vazhdueshme, si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Me pankartën Bllokadë politike jo shtet, sot shoqata Roja Kohës protestoi para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës, duke shprehur kundërshtimin ndaj bllokadës institucionale. Protestuesit vendosën karrige përpara Kuvendit, ku në secilën ishte shkruar emri kryetarëve të partive politike, të cilët i konsideruan përgjegjës për situatën e krijuar. Kryetari i kësaj shoqate Shaip Tërnava, gjatë fjalës së tij drejtuar deputetëve, theksoi se ata nuk janë pronar të shtetit, por shërbyes të tij. Ai bëri thirrje për formimin e institucioneve dhe nisjen e punës. Jemi këtu për një të vërtetë të madhe që po hesht për Kosovën, që po mbahet peng. Që nga zgjedhja fundit, populli ka heshtur dhe ka pritur që deputetët ta nisin punën, ka pritur që institucionet të formohen, ka pritur që të dëgjohet zëri i qytetarit. Këtë po ja themi sot publikisht, ju nuk jeni pronar të këtij shteti, jeni punëtor të tij, dhe populli që u votoi po ju shikon, po ju gjykon. Ne kërkojmë vetëm një gjë: formoni institucionet, filloni punën dhe mbani premtimet. Duke mos pasur kuorum edhe këtë herë seanca u ndërprej dhe u caktua të vazhdojë më 19 qershor në ora 10. Mes të tjerash, disa nga deputetët nga lëvizja vetëvendosje kanë deklaruar sot se nuk do të ketë pushime verore deri në konstituimin e Kuvendit. Zyrtarët policor të komunikacionit në Gjakov janë pajisur me 2 motocikleta, të cilat po shfrytëzohen për kontrollimin dhe mbarvajtjen të rendit në komunikacion. Kapiten Albin Saçia thotë se policët që ngasin motocikleta do të kenë në shënjesën ngasësit e motocikletave në komunikacionin rrugor.
Njësia trafikut rajonal në Gjakov është pajisur me 2 motocikleta të cilat do të shërbejnë në identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshme, duke pasur si prioritet drejtuesit e motocikletave. Kapiten Albin Saçia u shpreh se në të ardhmen pritën të vijë motocikleta tjera me kubikazh më të madhe. Ne si rajoni Gjakovës, njësia trafikut rajonal është pajisur me 2 motora që janë 125 kubik. Me këta motora, policia trafikut vepron në trafik në identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshme, por si prioritet janë identifikimi i kundërvajtjeve të motociklistëve. Zyrtarët policori kanë kryer trajnimet në lidhje me motocikletat edhe ata vazhdojnë me patrullimet e ndryshme. Në të ardhmen e shpejt priten edhe motora tjerë në kubikazhe edhe më të madhe. Kapiteni Saçia tha se duhet bashkëpunuar në mënyrë që të mos ketë viktima në komunikacion dhe të vetëdijëson drejtuesit që të mos vozisin motocikletën pa masa mbrojtëse. Si sfide jona dhe policisë është që ne të punojmë dhe të ndikojmë së bashku në një preventiv, në një vetëdijësim dhe po ashtu të ngrisim kulturën e drejtuesve të motocikletave që ata të mendojnë për sigurinë e tyre. Ne nuk mund të lejojmë viktima në rrugë, nuk mund të lejojmë fëmijë ta drejtojnë motocikletën, pra duhet t'i vetëdijsojmë edhe ata dhe prindrit e tyre. Nuk mund të lejojmë në rrugë që drejtuesit e mjeteve e motocikletave ta drejtojnë motocikletën pa helmet, mbrojtëse, pra duhet një herë përgjithmonë të ngritet vetëdijsimi, të kemi një kulturë më të madhe dhe për shkak se nëse një drejtues i motocikletës e vendos helmetën, atëherë mundësia në rast të aksidentit, mundësia që të pasojë lëndime të rënda apo të përfundojë me fatalitet është më e vogël krahasu për shembull nëse nuk e ka vendosur në helmet. Komandanti i trafikut rrugor bëri të ditur se sipas planifikimeve të policisë, nuk do të ndalen deri në identifikimin e kundërvajtjeve dhe arritjen e rezultateve të dëshiruara. Në bazë të planifikimeve që kemi, në bazë të situatës, gjendjes që zhvillohet në terren, ne si polici nuk do të ndalemi. Pra do të vazhdojmë në identifikimin e këtyre kundërvajtjeve, do të vazhdojmë deri në arritjen e efektit të dëshiruar që ata drejtues të motocikletave më në fund të vetëdijsohen, të ngritet kultura dhe kur dalin në trafik, të dalin në mënyrë të rregullt, domethënë të dalin me një motocikletë e cila është regjistruar, është siguruar, për shkak se kem pas probleme në të kaluarën ku nuk u dit as prejardhja e motocikletave. Qëllimi kryesor është që ata t'i vetëdijsojmë ta vendosin helmetën. Domethënë helmeta është një siguri shumë e lartë për ata. Nëse ata drejtues motocikletave vetëdijsohen dhe e vendosin helmetën në trafikun rrugor, domethënë gjatë ngasjes së motocikletës, atëherë mund të them që ja kemi arritur qëllimin të gjithë. Për fund, kapiteni Saçia tha se mosvendosja e helmetës pason me një gjobë prej 100 eurosh, ndërkaq te kundërvajtje tjera gjobat janë më të larta dhe se do të vazhdojnë me aktivitete preventive të policisë. Greqia dhe Turqia dhe këtë vit mbeten destinacionet më të kërkuara për pushime verore, duke mos përjashtuar edhe ofertat nga Bregdeti shqiptar dhe ai i Malit të Zi. Kështu ka për të ditur Armend Gjoshin nga agjencia turistike Armend Tours. Interesimi i qytetarëve për udhëtime dhe pushime jashtë vendit ka nisur shumë më herët se sa sezoni veror. Ato kanë filluar qysh në muajin janar, ku vizitat kulturore dhe turistike janë zhvilluar në shumë vende të Evropës, por sezoni veror zyrtarisht ka filluar në muajin maj, teksa dhe rezervimet janë shtuar ndjeshëm, veçanërisht për Turqinë, Greqinë e jo vetëm. Kështu bëri të ditur Armend Gjoshi nga agjencia Armend Tours. Interesimi është mjaft i madh të fillu jo vetëm gjatë verës, po të fillu prej muajit janar, ku bëjnë vizita të ndryshme edhe kulturore, sidomos vikendet të cilat i kalojnë në vendet të ndryshme të Evropës, ku kemi pas shumë paketa turistike, jo vetëm për vendet bregdetare, po edhe për Evropë, siç është Parisi, Milano, Roma dhe shumë vende tjera. Pastaj edhe sezoni veror vetëm fillon me fluturime direkte nga muaji maj, ku shumë klientë bëjnë rezervimet me kohë. Është një rritje ndjeshme,
për pushime, sidomos për Rivierën e Turqisë. Ka fillu që nga viti i kaluar të ketë një rritje edhe për Rivierën e Greqisë, pastaj është Shqipëria, Malizi, Bullgaria e tjera. Ai theksoi gjithashtu se kërkesa për vende më luksoze si Maldive, Tajlanda apo Santorini ka në numër më të ulët të interesimit nga klientët, pasi çmimi është më i lartë dhe kjo bën që numri i klientëve të jetë më i kufizuar. Vendet që ofrojnë më shumë komoditet, luks, siç janë vendet egzotike, Maldives, Tajlanda, edhe një pjesë e Greqisë, Santorini, Mykonosi, kështu do të thotë numri është më i vogël nga klientët për këto vende, të pas parasysh që numri i kërkesave shumë i madh dhe çmimet janë shumë të larta, sidomos në pikun e sezonit. Ndërkohë, Armen Tours ofron një gamë të gjerë paketash turistike të përshtatura sipas buxhetit dhe kërkesave të klientëve. Një doshkrim origjinal i kompozitorit Prenk Jakova i është dorëzuar shkollës së muzikës në Gjakov nga Shkolla Artistike Prenk Jakova në Shkodër. Ky dokumenti është bashkangjitur fondit tjetër kulturor që disponon shkolla si një dëshmi e mirë për të ruajtur trashëgiminë kulturore. Një dorëshkrim origjinal i kompozitorit Prenk Jakova i është dorëzuar shkollës së muzikës në Gjakov nga Shkolla Artistike Prenk Jakova në Shkodër. Ky dokument i është bashkangjitur fondit tjetër kulturor që disponon shkolla, si një dëshmi e mirë për të ruajtur trashëgiminë kulturore. Drejtori i kësaj shkolle, Kastriel Cada, tregoi më shumë për këtë partiturë të dhuruar. Jemi shumë e fatë dhe konsiderohemi shumë e fatë që një partiturë e tillë nga dorëshkrimi origjinal i kompozitorit Prenk Jakova, me të cilën dhe shkolla me shumë nderë dhe krenari mban emrin e tij, ne e pranuam me datë 13, domethënë në koncertin e përbashkët të cilit e patëm bashkë me Shkollën Artistike Prenk Jakova nga Shkodra, që u mbajt në foajën e pallatit me datë 13 në vigjilje të 26 dhjetorit të çlirimit të Gjakovës. Kjo partiturë, e cila u dhurua shkollës, do ta ketë vendin e saj të veçantë, sepse është mirë që të gjithë nxënësit të njohin më përse afërmi dhe të prekin punën e kompozitorit Prenk Jakova. Kjo partiturë pra u dhurua nga drejtori i shkollës së muzikës së Shkollës Artistike Prenk Jakova nga Shkodra, zotëri Anton Kaftalli. Partitura është nga edhe një herë ta cekit dorëshkrim origjinal i kompozitorit Prenk Jakova dhe quhet Kënga Brigadës 27. Mes tjerësh, Sada ndau emocionet për këtë dhuratë që ka një vlerë mjaft të madhe për shkollën. Edhe drejtori i shkollës, zotëri Kaftalli, edhe unë, duke më dhuruar veprat, të dy ishim me lot në sy, sepse të them të vërtetën, nuk e kam menduar ndonjëherë që do të kemi diçka të tillë, një dhuratë të tillë në shkollën tonë, dhe edhe drejtori i shkollës ishte me shumë emocion që nga Shkodra, nga shkolla e tij po i dhurohet shkollës si motër në Gjakov. Dhe kjo është një emocion të ende, domethënë të gjithë ne po ndihemi jashtëzakonisht të respektuar të gjithë stafi i shkollës dhe jo vetëm që një partiturë e tillë u ka dhuruar shkollës sonë. Kjo partiturë së shpejti do të gjejë vend në hollin e shkollës, ku të gjithë ardashësit, muzicentët, nxënësit do ta kenë fatin që ta prekin më përse afërmi këtë partiturë, këtë dorëshkrim të kompozitorit të madh Prenk Jakova. Ky bashkëpunim kulturor ndërmjet dy institucioneve arsimore është një hap i rëndësishëm drejt forcimit të lidhjeve historike e artistike mes Shkodrës dhe Gjakovës, dhe një shembull se si trashëgimia kulturore mund të ruhet, çmohet dhe transmetohet brez pas brezi, tha përfund Sada. Shkolla Muzikës Prenk Jakova në Gjakov ka hapur konkursin për regjistrimin e nxënësve në klasën e parë për vitin 2025-2026 në 6 programe arsimore. Të gjithë të interesuarit aplikimin mund ta bëjnë deri më 23 qershor, ndërsa provimi pranues mbahet me 24 qershor. Shkolla Muzikës Prenk Jakova në Gjakov ka hapur konkursin për regjistrimin e nxënësve në klasën e parë për vitin shkollor 2025-2026. Në 6 programe arsimore. Të gjithë të interesuarit aplikimin mund ta bëjnë deri më 23 qershor, ndërsa provimin e pranues mbahet me 24 qershor. Atëherë si në çdo vit shkollor dhe për vitin e ri shkollor 2025-2026, dhe është hap konkursi, domethënë për pranimin e nxënësve në klasën e parë për vitin e ri shkollor.
konkursi është hapur 10, do 16, do t'jetë i hapur deri të hënën tjetër, të hënën që po vjen, pra data 23, ku të gjithë prindërit interesuar duhet të vinë në shkollë, ku neve na duhen disa dhëna, sikur emri, mbiemri, ditëlindja e fëmijët, klasat e cilën e vjen në vitin e ri shkollor, domethënë 25-26, pra në cilën klasë fillore të përgjithshme, numri i kontaktit dhe të tjera shënimet, të cilët ne duhet i kemi paraprakisht, dhe pastaj do të thotë provimi pranues mbahet me datën 24, ditën e martë, me fillim në ora 9:30, ku secili fëmijë domethënë duhet t'i nështrohet një testi paraprak, ku ne kërkojmë këndimin e një këngë mundësisht të karakterit për fëmijë të jetë, pra një këngë thjesht, intonimi i saktë dhe memoria ritmike. Po ashtu edhe interesimi është mjaft i kënaqshëm, tha drejtori Sada. Interesimi është shumë i madh, është interesimi më i madh në instrumentin pianos sa i kam parë listën, domethënë pak para se të vini ju, dhe në instrumentin e violinës, po unë du me i nxit shumë prindërit edhe me rekomandu që duhet të përzgjedhin instrumente të tjera të cilat janë jashtëzakonisht të kërkuara në Kosovë, dhe pse jo në të ardhmen e afër mund të kenë këta fëmijë edhe sikur profesion si profesion të tyre, pra të vazhdojnë pastaj edhe shkollën e mesme të lartë dhe fakultetet respektive të cilat janë në Kosovë, në rajon dhe në vendet e Evropës. Drejtori Sada gjithashtu tha se do të ketë edhe konkurs të dytë apo të tretë që rëndom planifikohet të mbahet në muajin gusht dhe në javën e parë të shtatorit. Kampioni Gembi Uniku ka sjellur edhe një fitore tjetër në vendlindje në kompeticionin sportiv në mundje të mbajtur në Spanjë. Ai është shpallur kampioni i Evropës për të vazhduar me njëherë përgatitjet edhe në garën e radhës që do të mbahet në Rumani këtë diel. Gembi Uniku ka vazhduar sukseset e tij në jiu-jitsu braziliane, ku në Madrid të Spanjës doli në vendin e parë në Evropë. Uniku tha se ishte fitore e rëndësishme dhe luftërat që zhvilloi ishin të forta. E pas gjithë kësaj sfide, ai thotë se ndihet i lumtur që edhe kësaj radhe doli fitues në Spanjë. Po kon kampionati evropian në Madrid Spanjës, kon hoxhagore fort edhe dole kampion. Gjysmë finale pata një kundërshtar prej Dagestanit, finale pata prej Portugalisë. Ku fitu me pikë kryesisht, u konë gara fort, janë konë teknik shumë. Konë gara fort e vështirë, u konë gara që janë konë, nëse llogarisim vetëm adult, do me thonë 18+, janë konë diku 1300, 1000 sakt, pa e llogarit fëmit. Ate ka pas pjesëmarrje shumë të mëdha. Kampioni nga Gjakova tha se me këtë fitore është ngritur në ranglistë, duke u listuar i parë në botë në disiplinën e tij sportive. Ata që se bojnë tjerë sportistat e bojnë. Dulem në Serbi të partë, në Flamur, dulem në Spaj, javën tjetër dalim apet në Romani të partë, sigur të ki. Më më drishtem edhe në World Ranking jemi pari. Të shojmë, besoj që dalim e mshelim komplet sezonet të partë. Uniku tu tjeshtoj se këtë diel do të garoj në Romani, ku edhe në këtë ngjarje sportive synon të triumfoj për të ruajtur klasifikimin e parë në rang botëror. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Moti ndryshueshëm ka mbizotruar sot gjatë ditës, me temperatura që kanë lëvizur nga 16 deri në 31 gradë Celsius. Edhe për nesër parashihen temperaturat nga 16 deri në 31 gradë Celsius, karakterizuar nga mot ndryshueshëm. Mot me diell dhe vranësira pritet të jetë ditën e enjte, me temperatura që do lëvizin nga 18 deri në 32 gradë Celsius. 14 deri në 30 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së premtës, karakterizuar nga moti ndryshueshëm. Mot me diell pritet të jetë gjatë së shtunës, me temperatura që do lëvizin nga 12 deri në 28 gradë Celsius. E diela do të karakterizohet nga moti me diell, me temperaturë minimale 13 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 29 gradë Celsius. Mot me diell dhe vranësira pritet të jetë gjatë së hënës, shoqëruar nga temperatura që do lëvizin nga 14 deri në 30 gradë Celsius. Para se të ndohemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni.
Disa aksidente komunikacioni brenda një dite në Gjakov. Dega organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës në Pej ka shpallur një nisë për përgatitjen dhe pastrimin e listave të luftëtarëve të UÇK-s në këtë komunë. Lumi Krena do të pastrohet pasi të përfundojnë punimet, kështu thon nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.